طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vllazërit të nderuar, para se ne janis temës së fikut, me lejet Allah që jemi tek kapitulli i Haxhit, zakonisht na flasim pak një minutash të shkurtër rreth disa çështjeve aktuale apo edhe në përgjithësi rreth vendimit islam për shenjat. Pedini hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam ku thot rasti është i një sahabiu që është quajtur si sekreti i pejgamberit alayhis salatu wassalam, shtrohet pyetja pse kanë quajtur sekreti i pejgamberit alayhis salam. Sekrete kanë pyet sahabët për të mirën. Çdo sen që ka menduar për të mirën apo e ky ton kohën e ka pyet vetëm për të keqen. Që ka me ndodhë të keqen, pse ka me ndodhë, qysh ka me ndodhë, edhe është pyet, kanë thonë, po pse ti po pyet veç për të keqen, po thotë mos me dit të keqen, nëse nuk e mësën të keqen, ti ki me rate e keqja. Por ata arsye thotë, e ku mësu të keqen, por mos me rate e keqja. Disa që thonë, për shembull, po e mësojnë na tauhidin, pa e mësu shirkun. Tauhidi njëshmëria Allahut, se nëse na nuk i tregojmë që s'duhet me shku tyrbe e varreve, s'duhet me qit gjystasha, s'duhet me pas to bestutnit. Normalisht njeriu nëse nuk i jep shembuj konkret, ka me ron çato. Por ata arsye kur t'ja mëson tauhidin njeriu të mirën, për njerën paralelizëm kallëzoja edhe të keqen. Kur ja mëson sunetin, kallëzoja edhe bidatin. A janë tek ne të përhapura bestutnit sa dush vllazni. Deri në kohën e fundit kemi pas na marrte apo ku e dione mbrëmja të martës, mbrëmja të tajtës, mësmi prej thojt, gjitha këto gjëra, këto krejt jo bestutni. Një prej bestutnive është për shembull që nga Evropa ka ardhur, origjina e saj është nga periudha tek njerëzit e Evropës, trokit janë ndrum. Me trokit në ndrum. Na kemi pas për shembull, ka pas raste kur unë sa e di, prekin ndokët tek druni apo tek hekuri, kur ka ndonjë problem apo. A di prej kajt ka ardhur kjo vllazni? Kjo ka ardhur sepse ata mendojnë se zotat jetojnë brenda pemëve, brenda drujve. Zotrat të ndryshëm. Se për dini idhujtaria, zotrat ndryshëm ka. Zoti i furnizimit, zoti ku e diun martesës apo gjitha zotrat, edhe një prej zotrave sipas tyne po jetoj ka brenda drunit, edhe tash nëse një mirë djen apo një e keqe, me prek drunin. Për më mbrojtë me. Mja bëni lloj shenje ati në dru, o Zot ti mu mbron. Subhanallah. Fatkeqësisht musliman pi marrin prej jo muslimanëve këto gjëra. Edhe pi shtin mesin e muslim. Origjina e këtij besimi vjen nga periudha kur njerëzit në Evropë besonin se zotat jetonin brenda pemë. Dhe për t'i kërkuar thot, çfarë? Zotit pemë në favor ata duhet me prek pemën. Kur don me lyp diçka, po të ka një e mirë apo një e keqe, ti veç duhet me prek drunin. E dyta, derdhja e krypës. Një prej bestutnive është derdhja e krypës. Thot, në qoftë se krypa derdhet, atëherë thot shumë njerëz besojnë që shfatkeqësia ka me ndodhur shumë shpejt në shtëpinë tonë. Ose për shembull, që shtojnë ato, çka janë ato zoçta apo, ku e diun në shtëpi nëse glockat t'i qesin, ki mu gëzu. A i thojnë këto tekni? E thojnë. E një prej bestutnive është edhe që kjo derdhja e krypës. Nëse tu ka derdh krypa në shtëpi, dije që te ke me pas në atë shtëpi, do thot probleme apo do më thon fatkeqësi shumë shpejt. Origjina e kësaj gjëje është në besimin e të vjetërve se krypa ka fuqi magjike. Krypa në kohën e pejgamberit alayhis salam vllazni, po dhe më herët. A e dini për shembull bashkë kum volumtu një ditë për çështjen e mishit. Se kemi këto kasapa, i dini këtë sene. Kur s'ka pas frigorifera, çuçi kanë rujt mishin në dy forma. Forma e parë e kanë ly kret, ja kanë qit këtë krypën, e kanë ly me kryp, edhe mikrobat nuk formohen aty. Kur s'formohen mikrobat edhe skater erë. Tjetra në mënyrë i kanë prej shumë të hollë mishin, e kanë prej dhe kanë qit në dilli. Që mos mu ta ju aty, domethënë mos më ardh mikrobet, se mikrobat e shkaktojnë erën. Unë ju më thonë edhe më herët. Djersa vllazni, a ka erë? Nuk ka erë djersa. Kretën që ka erë djersa. Realisht nuk ka erë djersa. A di çush e provoni? Provoni masi që të laheni
merrni sot të bukës, edhe vendosni në sqetulla. Edhe kur dilni, djersiteni, merrni erë, nuk ka me pas erë djersa. Që i bije, djersa është sebeb që po e sjell mikrobin aty. Mirë po, nëse çajo djerstash është e përzime me soda bukës, soda bukës kjo po e sjell mikrobin, po soda bukës me largon. Edhe nuk po krijohet mikrobi, edhe nuk ka erë, nuk keni nevojë me përdor as dezodoranca, përveç se me soda bukës nuk vjen era. Provoni vetë, edhe keni me e vret vetë. E krypën, këta kanë mendu disa bestitni që e kanë, që ka fuqi magjike. Pse? Se po e run mishin, po e run turshit, po e run gjitha këto gjëra. Atëherë kjo është fuqi sikur me qenë fuqi e Zotit, apo edhe gjërat i mund të freskëta. Kështu që derdhja e krypës është paralajmërim i së keqes. Thyrja e pasqyrës, edhe kjo të na është e përhapur. Ka qenë e përhapur, elhamdulillah tash u përhap dia, njerëzit më nuk përbesojnë këtë sene, elhamdulillah. Shumë njerëz besojnë se thyrja e pasqyrës aksidentalisht është shenjtë e 7 vjetëve fatkeqësie janë. Si të thehet pasqyrja në shtëpi aksidentalisht, dije sipas tyre që 7 vjet e kimo çka, 7 vjet ki me pas fatkeqësi. Allahu akbar. Çfarë bestëdnie. Kështu në qoftë se pasqyrimi prishej, cop dikush hidhte një guralec në ujë dhe shpirtrat e tyre bëshin cop kur u bë pasqyra ky besim u transferuar në ta. Një gjë tjetër e përhapërin macat e zeza. Apo? Macat e zeza. Si del maca e zezë, veç kthehom rroba se mos vet halli. Kalimin e macës të zezë përmes rrugës së dikujt për shumë njerëz është shenjë e fatit keq, ky e ka origjinën në mesjet. Prej islamit s'janë këto vllazni. Këto nuk janë prej islamit. E fatkeqësisht më shumë të muslimanët i këto. A këto nuk i kitë prej fesë islame. Çka thon pejgamberi sa ju keni mi pasu popujt para jush, hap pas hapi. Apo hap pas hapi, bile edhe në futën, nëse futën, jo muslimant, në vrimën e hardhucës, ju mas tyne keni me shku. Bile, ka shku hala ma larg, edhe nëse bëjnë zina me nënën e vetë, ju mas tyne keni me shku. Qa që dhe më thonë që gjitha sen keni mi i pasu, gjdo detaj, i ke po, muslimant, kërret adetet e ju muslimanve i kanë. As feja jo është e modhe vllazni, plot sen e kemi na, qa kemi nevojna me shpik. Para më në më konë veç në autostrat, edhe me dal maca e zis. Qysh me këthy? Ka me dal. Hajtë kurse ki autostradën dalë, veç e këthejsh kështu. Më këthim rapsht. Pastaj, numri 13. Edhe ky është i përhapur, numri 13, si lloj fatkeqësisë. Në Amerikë, thot, numri 13 konsiderohet i pafat, kështu që në shumë ndërtesa, kur të vjen numri 13 e bëjnë pi 12 në 14. 12, 13 se lojnë 14. Ta që kallëzojmë ka bazën kjo. Thot, 13 e premte konsiderot, a keni po, që është përhap edhe tek ne ajo Black Friday? Black Friday, edhe prej qësaj është, 13. Na s'kemi gjumat zezë, vllazni, për neve është gjumaja e bort, e fatkeqësisht muslimant aty e shkruajnë Black Friday me të madhe. Mësa na muslimant, bova kjo namazli është ai. Mirë po se din preordën për i kajt e ka, edhe që Black Friday hajde se sot ma lirë është. E mase musliman tjerë thënë jo, thënë e gjumaja e bardë, e ndrejnë, kishe me e kundërshtu ata, jo musliman të po. Thot qëfar e premtja konsiderohet veçanërisht e pafat dhe shumë njerëz i evitojnë udhëtimet, takimet speciale në këtë ditë, nëse gjë e keqe, sepse ndonjë gjë e keqe mund të ndodhë. Ky fenomen nuk është i kufizuar siç imagjinojnë dikush, për shembull komandanti i fluturimit Apollo. Kjo është rast, dhe më thonë që ka ndodhë, në vitin 1970. Komandanti i fluturimit Apollos, që gati u shkatrua, shpjegoj kur u kthye, sa ai duhet ta kishte ditur se diçka do të ndodhte. Menën të 13. Tho kur u pyet pse ai u përgjigj se fluturimi u bën ditën e premte, datën e 13. I ka roç ashtu orari. Dita premte, dita 13, edhe me ditë kështu 13, vaj hallet çka ka menduar tash i shkreti. Ai pilot. Plasja, thot, ndezja e motorëve u bën në orën 13 dhe numri fluturimit ishte Apollo 13. Krejt 13. Origjina e këtij besimi vjen nga mbrëmja e darkës së fundit Jezusit, ashtu siç treguohet në Bibël, darkën e fundit ishin 13 njerëz. Ma në mend pikajt ka orë që këtë 13.
ishin 13 njerëz në darkën e fundit të Jezusit. Sipas Biblës është fjala, sipas Jezusit apo sipas domethënë Biblës së tyre, e cila Bibël e sotshme që është tek krishterët është e ndryshuar vëllazni. Musliman në Kur'an, elhamdulillah, Allah e ka marrë në mbrojtje deri në ditë gjykimit, kërkush nuk mundet me ndryshuar atë Kur'an. A Biblia e ka ndryshuar se Allahu ja u ka dhënë njerëzve, ka thënë merrne, këqyrne, apo domethënë mos shtoni gjëra, po ata kanë shtu. Para ta shtuje Allahu në Kur'an thot inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, me të vërtetë ne zbritëm dhikrin Kur'anin dhe ne jemi gjithsesi mbrojtës të tij, dhe ky Kur'an është libri i fundit që deri në ditë gjykimit nuk ka mund ndryshu. Sa do njerëz mundohen mu çu me ndryshu se len Allahu azza wa jall, vjen një fëmijë që i ka 4-5 vjeç, edhe ti nis me shkruajt diçka që bien ku dëshim ajetin kuranor, thot gabim e ki. Ni e ja ndryshon, thot jo e është, nuk o i. A ki po për shembull të hafizat që ja vret vishin për njerë. E lexon Kur'anin për njerë ja vret vishin. Pse është mrekulli? Kur'ani është mrekulli. Merrni ju në gjuhën shqipe, mësoni në libër 6 faqe që muni me mësu pik për prisje. Nuk muni. Sa është mrekulli Kur'ani. Është fjalë e Zotit. Thot në darkën e fundit ishin 13 njerëz. Njëri prej 13 ishte Juda, njeriu që tradhoi Jezusin. 13 e prante mendohet se është e pafat për të paktën 2 arsye. E premtja ishte dita në të cilën supozohet që u kryqëzu Jezusi. A u kryqëzu Jezusi, vllazni? Jo. Çish kryqëzohet Zoti? Po ata e besojnë, krishterët thënë u kryqëzu. Ndërsa Allahu në Kur'an ju duk thot aty ne. Një person tjetër a ju kryqëzua, e jahudive ju duk që e kanë kryqëzu Jezusin, Isa a.s. Përkundrazi Allah ka ngrit nalt. Para kiametit Isa a.s. Jezusi, që qënë katolikët, ka me ardhë dhe ka me gjyku me Islam. Edhe kam ju thonë atynve, kam i prish kryqat, edhe derën kam i shkatru, edhe kam mu bo pasu si fesë tonë. Sa është musliman. Na Isa a.s. e dëmë ma shumë. A keni po vllazni prej muslimanve që qohë dikush karikatur me bo Isa a.s.? Asë një se bënë. Jo musliman krishtera a bëjnë? Muhammedin e samë? Na me boj Isa a.s. Jezusin, që i thojnë ata, karikatur në dalim për fesë. Na me nënçmu pejgamberin Allahut, dalim për fesë. Ata shiko se çfarë bëjnë. Apo. Thot, e para, thot, supozohet se u kryqëzua Jezusi, realisht nuk u kryqëzua se është ngrit nalt. Sipas e dyta, sipas besimit mesjetare, premte është dita kur magjistarët bëjnë mbledhjen e tyre, sipas tyre. Apo. Prandaj besimin shenja klasifikohet si veprim shirku, nëse i besojmë që kjo ose përpara që i kanë shuplumat të zonë. Kanë dosh me u thu, ku e dione, i kanë pas tulli farë bestytni, macat e zeza, jo e martë e proma, jo e të proma, gjitha këto gjëra, nëse mendon që në përmjet qëtynve seneve ndodhin, kjo është shirk, është rrezik. Duhet me pas kujdes që fatmirësisht, elhamdulillah, në mesin e muslimanëve tash u përhap dia. Njerëzit edhe kur që si kanë rosë siç dhe Allah të zëgjel, kur heq, disa bestytni i din, alhamdulillah, për lebe se së kur gjo kjo, falë Allah të zëvëgjel. Dhe kjo është shumë se një mirë, se Allah gjitha gjunohet i falë, shirkun nuk e falë. Bile dhe nëse je namazli, nëse ki shirk, Allah në arruj të fshirë kred veprat. Për ata arsye mundoni maksimalisht vllaznive, familjarve, si të shini që po bëjnë kësi bestytni, m'ju kallëzu që mi largu këto gjëra, thot pejgamberi alayhis salam. Thot Ibn Mesudin, cilën Rasuli sallallahu alaihi wasallam tha, tijara është shirk, tijara është shirk, tijara është shirk. Abdullah ibn Amr ibn Asi gjithashtu thot se Rasuli sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kushdo që ndalohet, kushdo që ndalohet nga bërja e diçkaje për shkak që ty me bestytnive, tijara ka kryer shirk. Nduli moca azisu në zguxoj me dalë. Më thon ti pja e pat fuqinë e Zotit mocës. Nuk e çështje, nuk është hajgare. Thot ka bu shirk Muhamedi alayhis salam, thot shokët e pyetën, me çfarë shlyhet kjo? Nëse e bonve, që e ka bo se ka ditë. Që shlyhet tash kjo? Ka thonë Muhamedi alayhis salam, Allahumma la hajra illa hajruke, wa la tajra illa tajruke, wa la ilaha gajruke. O Allah, s'ka të mirë veç të mirës tënde, e as o gur veç o gurit tënd, e s'ka hy tjetër veç teje. Kushdo që e bën që të vepër, atër duhet me thonë që dua që Allah subhanahu wa ta'ala mja fal këti mëkatin.
Andaj, vllazni edhe njerë pju thom, maksimalisht mundohuni mi mësu njerëzit. Nuk do më thënë Allahu ju ka dasht juve të mirën që ju ka pru, që shkarë me një hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam, thot kushdo që vjen me dëgju dersin, Allahu subhanahu wa taala dërgon me lajke, sikur me lajke turistike janë ato, po themi kushtimisht kështu, që i lypin vendet ku përmendet Allahu. Edhe bon pal bon me lajket, deri te Allahu azza wa jall. Edhe Allahu azza wa jall, me gjithse din Allahu azza wa jall çka po ndodh me robët e tij, i pyet me lajket, thot çka po bëjnë robët e mi? Thot po të falenderojnë ty, po të madhrojnë ty. Thot falje ata. I përfshin me falje, kur dalin prej ligjëratës janë të falur dhe të mëshiruar me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Pra atë se dhe imani herë rritet herë paksohet. Kur është mesin e vllaznive, kur jenë mesin e ajeteve, haditheve, qetësohen zemrat me lejen e Allahut subhanahu wa taala deri në takimin e radhës. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërblet.